vendosa që të sillja një pjesës të vogël pa zbuluar të, po themi, fëmijërisë time, e cila lidhet me karakterin tim shumë familjar për zvërtetës, nga që doja që trija gjithkohën me gjyshen apo me gjyshin në shtëpi dhe nuk kisha asnjë marrëdhënie të mirë me kopshtin, dhe në tentativën e familjarëve të mi për të më çuar në kopësht, pra që të trija në kopësht, unë iki nga kopshti. Iki nga kopshti, po duke ikur nga kopshti edhe humba nëpër Tiranë dhe u krijua një tension shumë i madh në shtëpi, sepse sigurisht të njoftuan familjarët që Drini nuk është ka ikur nga kopshti, është larguar, dhe u fut në lojë dhe policia për të kërkuar nëpër Tiranë, se ku kisha përfunduar. Dhe më gjetën, dhe ky ishte një episod që nuk do ta harroj asnjëherë. Ja ku është Drini Voçkën! Ja ku është Drini Voçkën. Okej, shiko, dukesh pak qamarok aty në atë foto, As dhe beso shokë.